Pse ne shqiptarët jemi një popull që vuajmë emocionalisht? E keni menduar ndonjëherë? Sa të sulmuar kemi qenë ne historikisht dhe dita sot të gjitha këto vuajtje emocionale, siç është stresi, ankthi, depresioni, traumat, rikthehen dhe ne i ripërjetojmë. E dini pse? Dhe ky që kam pikturuar këtu është një shqiptar, i cili nuk buzëqesh. Kemi përjetuar varfërinë, pasigurinë, tërmetin, mentalitetin, bullizmin, luftën, komunizmin, paragjykimin, ignorancën, dhunën fizike, psikologjike, krahasimin, neglizhencën emocionale, ndoshta edhe nga prindrit tanë, emigrimin, racizmin, korrupsionin, diskriminimin dhe të gjitha këto i ka vuajtur një shqiptar. Ne, unë, ti, gjithë ne që po shikojmë këtë video. Dhe vjen dita sot, ne ndodhemi në një gjendje emocionale të lënduar, por e dini se kush është fatkeqësia tjetër? Jo vetëm që kemi vuajtur këto. Fatkeqësia tjetër është që ne nuk kemi mësuar kurrësesi se si të shërojmë emocionet tona, sepse ato janë të padukshme apo jo. Ne nuk i shikojmë emocionet. Ne ndjejmë ato, por themi hajse do kaloj, hajse ai tjetri ka vuajtur ndoshta më shumë se unë. Pra ne jemi e keqja e vetes tonë në një farë sensi, apo jo. Por emocionet, do s'do ti, sa do t'i injorosh ti, sa do të thuash hajt se kjo do kaloj, ato janë aty dhe rikthehen duke u shfaqur me frikra, duke u shfaqur me jo lumturi, me trishtim, me pagjumësi, me déjà vu, me rikthime traumatike, mendore, të cilat ne nuk i duam, por janë aty prezente. Por lajmi i mirë është që tashmë shumë shqiptar po marrin në dorë emocionet e tyre dhe po kujdesin për to. Pavarësisht se nuk i shohin, po i shërojnë ato. Dhe ky është një hap gjigant që ju po bëni. Sepse unë e shikoj se sa prej jush tashmë janë regjistruar në programin ton mujor, i cili nëpërmjet teknikave të regjistruara në programin ton, por dhe në terapit live, ju po kuptoni botën tuaj të brendshme, ju po shëroni ato plagë të shkaktuara, se janë dhe duart e mjapis, nga të gjitha këto që ne kemi vuajtur ndër vite. Dakord? Regjistrohuni, bëjeni për veten tuaj. Ka një çmim thjesht simbolik për mirëqenien e kësaj platforme dhe të stafit që është mbas saj, për ta bërë gjithmonë më të madhe, për ta shfrytzuar shumë persona të tjerë të cilët kanë nevojë. Regjistrohuni në programin ton mujor dhe shihemi bashk. Ishim sot live në terapin, jemi dhe të martën në orën 8. Hajdeni, do flasim për gjithë shka që ne na mundon emocionalisht, do flasim se si ne të krijojmë strategji për të qenë më të fortë se kurrë, sepse ka ardhur koha që të rizgjohemi dhe ka ardhur koha realisht, që t'i bëjmë kështu, sepse një jetë kemi. Ju përshëndes.